Si që duket prap me botën e kafshëve, shkapat po rikthehen në Azinë Jugore, në Indi, Nepal dhe Pakistan, po regjistrohet një rikuperim i popullsive të disa llojeve të shkapave. Në vitet e kaluara, numri i tyre kishte rënë në mënyrë dramatike, kryesisht për shkak të përdorimit të një medikamenti veterinar të quajtur diklofenak te bagëtit. Pas ndalimit të përdorimit të këtij ilaçi dhe zbatimit të programeve të ruajtjes në disa zona, po vret një rritje e numrit të shkapave. Përveç mbrojtjes së veç shpendëve, këto programe përfshin edhe krijimin e qendrave të shumimit dhe monitorimin e popullatave në natyrë. Vazhdojmë pak nga bota e florës, bëhet fjalë për pyje, domethënë për bimë, ku një projekt i madh po rikthen pyjet në zonat e dëmtuara të Europës. Projekte të ndryshme në Europë po fokusohen në restaurimin e pyjeve të dëmtuara nga zjarrat, sëmundjet dhe ndryshimet në përdorimin e tokës. Punat përfshin mbjelljen e pemëve vendase, rikthimin e habitateve dhe krijimin e korridoreve që u lejojnë kafshëve të lëvizin nga një zonë natyrore në tjetrën. Qëllimi nuk është vetëm shtimi i numrit të pemëve, por rikrijimi i ekosistemeve të plota ku mund të rikthehen edhe insektet, shpendët dhe gjitarët. Pa kalojmë tek bota ujore me lajmet pozitive, salmonët po rikthehen në lumenjt e Kalifornisë. Në Kaliforni po vazhdojnë projektet për rikthimin e salmonëve në lumenj ku popullatat e tyre kishin rënë ndjeshëm. Programet përfshin restaurimin e habitateve, përmirësimin e kushteve të lumenjve dhe mbështetjen e ciklit natyror të shumimit. Në disa zona, punonjësit dhe studiuesit monitorojnë salmonët gjatë migrimit të tyre për të kuptuar më mirë se cilat kushte u nevojiten për të mbijetuar dhe për të riprodhuar. Ndëgjojmë më tepër mbi shkëmbin koral dhe teknologjinë që po përdoret për të monitoruar këta shkëmbin. Studiuesi dhe organizatat e ruajtjes së oqeaneve po përdorin gjithnjë më shumë kamera, fotografi ajrore, senzor dhe mjete të inteligjencës artificiale për të monitoruar shkëmbin koralor. Këto teknologji mund ndihmojnë në identifikimin më të shpejtë të zonave të dëmtuara dhe në ndjekjen e ndryshimeve të koraleve me kalimin e kohës. Në disa projekte, fotografitë e mira metrave katror të shkëmbinjve analizohen për të matur mbulimin me korale dhe ndryshimet në biodiversitet. Vazhdojmë akoma me ekosisteme dhe restaurimin e këtyre ekosistemeve të cilat po krijojnë edhe vende të reja pune. Investimet në restaurimin e natyrës nuk lidhen vetëm me mbrojtjen e mjedisit si shihet, por dhe projektet për restaurimin e pyjeve, lumenjve, ligatinave dhe zonave bregdetare po krijojnë kërkesë për punë në fusha si menaxhimi i tokës, bujqësia, monitorimi i biodiversitetit dhe turizmit natyror. Në Europë, restaurimi i ekosistemeve është bërë pjesë e politikave afatgjata për biodiversitetin dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Breshka detare po mbrohen me teknologji të reja. Në disa zona bregdetare, studiuesit po përdorin pajisje GPS dhe sisteme monitorimi për të ndjekur lëvizjet e breshkave detare. Të dhënat tregojnë se ku ushqehen, ku migrojnë dhe cilat zona përdorin për të lëshuar vezët. Informacioni përdoret më pas për përcaktuar zona që ka nevojë për mbrojtje më të madhe, sidomos gjatë sezonit të shumimit.
Flasim pak mbi bujqësinë. Bujqësia po përdor gjithnjë më shumë teknologjinë për të kursyer ujë. Një nga trendet në bujqësinë moderne është përdorimi i sensorëve dhe sistemeve automatike për ujitje. Sensorët matin lagështinë e tokës dhe sistemet mund të përcaktojnë se kur bimët kanë realisht nevojë për ujë. Kjo ndihmon në shmangjen e ujitjes së panevojshme dhe mund të jetë veçanërisht të rëndësishme në rajonet që përballen me periudha të gjata të thatësirës gjatë verës. Dhe lajmi i parafundit, qytetet po krijojnë më shumë hapësira për bletët dhe pjalmuesit. Në qytete të ndryshme europiane po krijohen livadhe me lule vendase, kopshte urbane dhe zona të gjelbra që ofrojnë ushqim për bletët, fluturat dhe insektet e tjera pjalmuesa. Në vend që hapësirat